Prishtinës. Unë jam Leonora Drama. Sot në këtë ditë veçantë, në ditën tonë kolektive, në ditën e dëshmorëve të komunës së Prishtinës, jemi mbledhur për të nderuar sakrificën, dhimbjen dhe qëndresën e popullit tonë gjatë një periudhe me të vështirë të historisë sot. Ekspozita Kronologjia e luftës, që po hapet sot para jush, e autorit Ridvan Slivova, është një dëshmi e fuqishme vizuale e periudhës së luftës në Kosovë, me fokus në Prishtinën dhe rrethinën e saj gjatë vitit 1999. Përmes fotografive të përzgjedhura nga arkivi i tij, ky ekspozit sjell histori reale, histori dhimbje, qëndresë dhe ndjekesë. E strukturuar në disa segmente, ajo pasqyron rrugtimin e popullatës sonë. Nga zhvendosja dhe kushtet e rënda të ndjetesës, te dëtimi i dhushëm dhe kolonat e qytetarëve, nga gjurmët e gjenocidit, te ndërhyrja e ndërkombëtare dhe kthimit të popullatës, si dhe te procesi i rënd i identifikimit të viktimave të masakrës së Kollakut. Çdo fotografi është një dëshmi, çdo dëshmi është një kujtesë, dhe çdo kujtesë është një përgjegjësi për të mos harruar. Kjo ekspozit përfason një përzgjedhje nga puna shumë vjeçare e fotografit të njohur zotit Ridvan Slivova, i cili përmes objektivit të tij ka dokumentuar momente kyçe të historisë sonë. Pas përfundimit të ekspozitës, këto fotografi do t'i dorëzohen Institutit të Krimeve të kryera gjatë luftës në Kosovë, duke u bërë kështu pjesë e fondit arkivor Ridvan Slivova dhe duke kontribuar në ruajtjen e kujtesës historike. Të nderuar të pranishëm, në vijim të programit, kam kënaqësinë të ftoj për një fjalë hyjëse autorin e kësaj ekspozite, zotrin Ridvan Slivova. Ju lutem. Mora letrën, po në duke që s'pas ka nevoj për letër. Një mora që ta gjitha ato që ta të ndërmendit tonë, për pas falenderim që kanë gjithë kohën të vinë, da vizitojnë ushtrisën e dujës presidencës ose kryetarën e Kuvendit të Republikës Kosovës, Elorina Haxhi, gjithashtu misardhje Ministrisë Kulturës Sanda Bulleci, që nuk të pasë përmendi ku nga është dhe piksimimi këtu ka qenë drejtorin e Institutit të Krimit e kryeja gjatë luftës atë e tini, dhe që të te i falenderoj gjithë, po shohë dhe asambes dhe asambistët Prishtinës, falenderit që një falenderit media, falenderit familjar të dëshmorë, që kohën të vini e të vizitoni. Ashtë ma shumë për ata dhe nuk ujnë me lecu, nëse kisha ndoshta isha i prejpun për arsye se u taku me njerë se ishin në fotografi. Pak kjo më nda emocione për tjera në tasën. Po më së të haroj, i përshëndes të kolegë gazetar, që të kemi qenë tere me luftës nga Erikindja, në pani edhe gazetare se kanë presën bashkë një qenë. Po, ne që ta temë të pika të shkurta që mësë majtë janë në qarë, këtë fotografi e këtë qëtë, këtë ekspozit e këtë qëtë në kronologi e rindu, me së ta te, ka në direkt Ministrisë Kulturës, që herë pasër në ndihma për digitalizimi, e fotografi tune, edhe më të nëse vazhdo edhe në tune, po, drejtuar të institutit të duna që të hapë një departament për jo vështë materialet e krye asoj duna që të gjatë luftës, por edhe i të në lajtë. Arsia që mund të posetoj, jam dëshmitar me në qëta materialet, si kur sot që mund të gjeni është fundacioni dhe transforma njësë të. Qëta është e mirë, me ndoj që 3 tonë s'ka nevojë, brejdhe në Evropë, në për arkivët e Evropës, e të shpensojnë
mi tonë nesër, mas nesër I kanë arkiven këtu edhe informacione drejt për drejt në shtetin. Kështu, unë e arrova letën që ka është, një logjike I undu dhe ta shumë ekspozitën, një herë ju uroj shumë edhe tonë shumë falënderit që më respektua, po një pasisht në druk e respektuar ka njërë direktiva dhe lektiva. Kështu shumë falënderit. Ju falenderojmë zoti Slivova për fjalën tuaj dhe kontributit tuaj të çmuar. Tani në vazhdim, me respekt të veçantë, ftojmë për një fjalë rasti shkëlqësinë e saj zonën Albulina Haxhian Milutë. Faleminderit shumë për fjalën, por edhe për mundësinë që të jem këtu bashkë me juve. Më lejoni që fillimisht ta falenderoj Lidhjen Vidvanin, por edhe gazetarët e gazetarët që kanë kontribuar që krimet kundër njerëzimit, krimet e luftës dhe gjenocidi I Serbisë në Kosovë të shpaloset përmes fotografive. E kuptojmë që rrethanat në të cilat ju keni vepruar kanë qenë shumë të vështira, kanë qenë shumë sfiduese, e shumë shpesh ju është rrezikuar edhe jeta juaj. Prandaj më lejoni që ju falenderoj nga zemra për atë çfarë keni bërë dhe që asnjëherë nuk keni ndalur që t'i shpalosni këto krime. Por sot fatmirësisht ne kemi edhe një institut, ndonse më shumë se 2 dekada të pas luftës është dashur punë që ta kemi në institut të tillë. Mendoj që kemi bërë shumë mirë që si institucionet e Republikës së Kosovës që tashmë e kemi Institutin për Krimet e Luftës, që do ndihmojë në dokumentimin dhe në verifikimin e gjitha krimeve të luftës, gjenocidit, por edhe krimeve kundër njerëzimit. Po ashtu përshëndes edhe Ministrën e Kulturës, drejtorin e institutit, familjet e dëshmorëve që janë këtu bashkë me ne, përfaqësues nga institucionet e Republikës së Kosovës, policia, prokuroria, gjykata dhe institucionet tjera në vend, shoqëria civile, gjithashtu, dhe mediat të cilat përcjellin këtë ekspozitë. Të nderuar pranishëm, që nga lashtësia, kur njerëzimi zbuloi se drita mund të ruaj pamjen e botës në një dhomë të errët, fotografia nisi rrugtimin e saj drejt kujtesës moderne. Me kalimin e kohës, fotografia u bë dëshmi e ngjarjeve të mëdha dhe historike të popujve. Në Kosovë, në kohë lufte, njëri mori armën për ta mbrojtur vendin, një tjetër mjekoi të plagosurit e dikush mori aparatin për ta mbrojtur të vërtetën. Dhe pikërisht kjo është ajo çfarë ju keni bërë zoti Slivova, sikurse edhe gazetarët tjerë që janë këtu, por edhe që nuk janë në mesin tonë. Ridvan Slivova I përket atyre njerëzve që në ditët më të rënda për Kosovën e kuptuan se fotografia mund të bëhet dëshmi, kujtesë dhe zënjë populli që po përjetonte dhunë gjenocidale dhe spastremet ne. Sot fotografia është bërë pjesë e përditshmërisë sonë. Me një telefon në dorë se cili mund të fiksoj një qast, por në kohë lufte, fotografia me një peshë tjetër. Ajo ruan dëshmi. Kur fjala ndalet nga frika, kur njerëzit dëbohen, kur shtëpi digjen dhe kur krimi përpiqet mos dërgjum, aparati fotografik bëhet sy I historisë. Pala këtij syri, sot kemi pamje që flasin për kohën tonë më të rëndë dhe për rrugën tonë më të vështirë. Ekspozita që hapet sot flet pikërisht me këtë gjuhë. Kronologjia e lirisë sjell para nesh një pjesë të asaj periudhe që kemi jetuar me dhimbje të madhe, por edhe me qëndresë dhe me shpresë. Fotografitë e Ridvan Slivovës janë marrë në çastet kur historia po ndodhte, në ditët kur njerëzit dëboheshin nga shtëpitë e tyre, kur familjet ndaheshin, kur kolonat e tëra lëviznin në qiell të hapur. Prandaj ato janë pjesë së vërtetës sonës. Ridvan Slivova ka krijuar një arkiv me mbi 1000 fotografi nga ajo periudhë, një pasuri e çmuar dokumentare për Kosovën. Pas secilës prej tyre qëndron syri I fotografit dhe ndërgjegja e njeriu. Detaj ka treguar se në qendër të punës së tij ishte popullata civile, gratë, fëmijët, pleq, njerëzit e pambrojtur,
që bartën varën më trënd të luftës. Edhe kur fotografonte luftarët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, vepronte me shumë kujdes, që fotografitë të mos i vinin në rrezik. Ky është profesionalizëm, por mbi të gjitha është përgjegjësi njerëzore. Në ditën e dëshmorëve të Prishtinës dhe në 27 vjetorin e masakrës në Kollak, këto fotografi marrin kuptim të veçantë. Në to jeton kujtimi viktimave dhe i të rëndëve për liri. Në to qëndron edhe vërteta e krejt asaj që ka ndodhi. Kollaku mban plagët e veta, Prishtina mban emrat e dëshmorëve të saj, çdo pjesë e Kosovës ruan kujtesën e saj të dëmshme, por edhe shumë prenare. Detyra jonë është që kjo kujtesë mos mbetet vetëm në zemrat e familjeve, por të bëhet pjesë e dijes sonë kombëtare. Pas përfundimit të ekspozitës, këto materiale do t'i dorëzohen Institutit të Krimeve të Luftës. Me këtë rast, u bëj thirrje të gjithë qytetarëve që posedojnë fotografi, dokumente, ingjizime apo çdo dëshmi tjetër nga koha e luftës e veçanërisht dëshmi për krimet e kryera në Kosovë që t'i dorëzojnë ato në Institutin për Krimet e Luftës. Është jashtëzakonisht e rëndësishme që këto materiale të mos mbeten në sfidtar privat, të shpërndara apo të humbasin, por të ruhen aty ku i shërbejnë kujtesës sonë të përbashkët dhe kërkimit të drejtësisë dhe historisë sonë. Të rinjve të Kosovës dua të them sot. Shikoni këto fotografi me vëmendje, në to do të shihni vuajtjen e popullit tuaj, por edhe forcën e tij për të mbijetuar e për të mos u dorëzuar. Do të shihni se liria që gëzojmë sot është paguar shumë shtrenjtë. Në fund dua të shpreh mirënjohjen time të thellë për Idin dhe për gjithë fotoreporterët dhe gazetarët e luftës, përfshirë edhe gazetarët e gazetës Rilindja, të cilët me guxim në përkushtimin e tyre dokumentuan krimet e luftës dhe ruajtën dritën e së vërtetës. Lavdi dëshmorëve të Prishtinës, ndërrimi i përhershëm për martirët e Kollakut, lavdi gjithë dëshmorëve të kombit. Faleminderit. Shkëlqësia juaj, zonja Alorena Haxhiu, i falenderoj për fjalën tuaj. Në vazhdim të nderuar të pranishëm, hetojmë për një fjalë rasti drejtorin ekzekutiv të Institutit për Krime të kryera gjatë luftës në Kosovë, zotrin Abet Epeni. Ju lutem. Të nderuara familje të dëshmorëve dhe të martirëve, nderuara ushtruese të detyrës së presidentes dhe kryetare e Kuvendit të Republikës së Kosovës, shoqësia juaj Alorena Haxhiu, nderuara ministra Bugujevci, Paveqi, Komshevci, nderuar përfaqësues të institucioneve, i dashur zotëmiq Livova, nderuar të pranishëm, jemi mbledhur sot në këtë vend dijes, të kujdesit dhe të identitetit kombëtar në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës, për të hapur ekspozitën Kronologjia e Lirisë në shënim të ditës së dëshmorëve të Prishtinës dhe 27 vjetorit të masakrës së Kollakut. Kjo është ditë reflektimi, nderimi dhe përgjegjësie. Reflektimi për rrugën e vështirë që ka kaluar populli ynë drejt lirisë, nderimi për ata burra dhe gra që sakrifikuan gjithçka për atë, dhe përgjegjësia jonë që kujtesën ta ruajmë me dinjitet dhe ta përcjellin brez pas brezi. Dëshmorët e Prishtinës dhe viktimat e Kollakut janë pjesë e historisë sonë dhe themeli moral mbi të cilin qëndron shteti dhe Republika e Kosovës. Janë dëshmi se liria nuk është dhuratë, por rezultat i një sakrifice të jashtëzakonshme njerëzore. Masakra e Kollakut mbetet një nga plagët më të rënda të luftës në Kosovë dhe i përkujtojmë me respekt të thellë të gjithë civilët e pafajshëm që humbën jetën, familjet që u goditën dhe komunitetet që zbartin ende rrymjet e asaj kohe. Kujtesa për ta është obligim institucional dhe njerëzor. Ekspozita që hapet sot ka rëndësi të veçantë, sepse përmes fotografive, dokumenteve dhe dëshmive të mbledhura
na fton që të mos harrojmë, e bën historinë tonë të prekshme dhe na rikujton se liria duhet të ndrohet me të vërtetë. Dua të shpreh mirënjohje për autorin e kësaj ekspozite, zotërinë Ridvan Slivoven, për angazhimin dhe për kushtimin në krijimin e këtyre materialeve për në prezentimin e tyre. Po ashtu vlerësoj faktin që pas përfundimit të kësaj ekspozite, këto materiale do t'i dhurohen Institutit Krimeve të Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kjo është mënyra më konkrete për ta kthyer kujtesën në arkiv kombëtar dhe dëshminë në përgjithësi shtetërore. Të nderuar të pranishëm, një shoqëri që kujton me ndershmëri edhe ndërton të ardhmen me mençuri, një shtet që dokumenton krimet e së kaluarës, mbron të ardhmen e vet, dhe një këmbë që nderon dëshmorët nuk humbet kur drejtimin. Andaj, lavdi të gjithë dëshmorëve të kombit, i përjetshëm kujtimi për viktimat e luftës, në qoftë e përhershme liria e Kosovës. Ju falenderoj. Zotërit Adreze Temi, ju falenderoj për fjalën tuaj me të ngjarje përkujtimore. Të nderuar të pranishëm, ju ftojmë të vizitojmë së bashku ekspozitën, duke përjetuar atë si një rrëfim të gjallë të historisë sonë dhe si një akt respekti ndaj dëshmorëve. Ju falenderoj për pranimin tuaj, jeni të mirëpritur. Falenderoj.